Të nderuar teleshikues, këtu në Adrianet, të ftuar sonde në emisionin Ditari i Durrësit, kemi zotin Gzim Ylli, ish drejtues rajonal i zonës së Ishmit për rreth 12 vite, kur Ishmi ishte komunë. Kishim parashikuar që të bëni më përpara një bisedë të tillë me Gzimin, për shkak se Ishmi është një nyje e veçantë ekonomike e turistike për qytetin e Durrësit, me shumë objekte me vlera arkeologjike, historike, po ashtu edhe në ditët e sotme është një vend me burime të mëdha ekonomike që ndikojnë në nivelin jetesës së zonës së Durrësit. Rastësisht, një ditë më parë, kishim shkuar të filmonim në zonën e Gjuricës, ku ndodhet një sit i rëndësishëm arkeologjik, 1500 vjeçar, të cilin për fat të keq kishte mbuluar bari gjelbër, ishte jashtë kujdesit, dhe banorët në kontaktin që pata unë me të si gazetar, na shprehen në shumë vërejtje, sepse e zonë ishte lënë jashtë mirëmbajtjes nga shteti, ishte lënë në harres thuajse dhe në mëshirën e dëmtuesve. Përveç se thanë që janë marrë shumë materiale dërguar në muzeet e Durrësit dhe të Tiranës, disa materiale të ngrenë akuzë se mund të ishin trafikuar. Pre të trafikimi ka rënë edhe Shil Mikaeli, i cili ndodhi në hyrje të kalas së kepit të Rodonit. Pra zona e Ishmit, duke patur vlera të mëdha arkeologjike, ka nevojë ndoshta edhe për një kujdes më të madh, për shkak se për vlerat që tham, që i ka dhe po zhvillohen ditë më shumë, është një progres i gjithanshëm ndoshta edhe i zonës, i konstatuar që në kohën e ngritjes së resorteve turistike në zonën e Gjinit Largjit, të cilët tashmë janë resorte që njihen në të gjithë Europën për shkak të pushuesve që vinë, dhe duke u lënë pika të tilla jashtë kujdesit, mbase do të ketë një dëm kjo zonë. Në këtë kontekst mund ta ngrejmë pak problemin edhe me zotin Ylli, që njeh mirë zonën, dhe të diskutojmë çik më në imsi për këto probleme. Zoti Ylli, mirë se erdhe një herë që në këtë emision, dhe ju falenderojmë. Shpresojmë të jeni edhe në të ardhmen, sepse ju jeni i si mirë i zonës, dhe deshim të dimë fillimisht, zona Ishmi çfarë bën për ju? Radh parë mi mbroma dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë, domethënë që të diskutosh domethënë për vlerat komplekse që ka zona Ishmit në përgjithësi, ose dikur herët dhe shumë herët një si treva e Ishmit, pra ka qenë një trev në plot kuptimin e fjalës, që një trev shumë e madhe dhe në kohët e lashta kishte një kufizim që mund ta shprehemi sot domethënë nga pozicionet gjeografike që vinte nga jugu deri në Karreç të Maminasit, nga lindja pothuajse përfshinte shumë fshatra të ish komunës së Thomanës, pra ishte një trev e vërtet. Ishmi është një territori gjeografik i Ishmit, është kompleks vlerash, vlera kulturore, ka vlera historike, por ka dhe, pra, siç ka dhe vlera natyrore. Dhe po nisim nga vlerat kulturore, duke filluar siç e nisët edhe ju me një objekt kulturor arkeologjik shumë i lashtë edhe i zbuluar vitet e fundit, jo më shumë se 40-50 vite. Domethënë siç është bazilika në fshatin Gjuricej, me të vërtetë domethënë është një vlerë kulturore arkeologjike domethënë shumë manice, për atë që unë nuk jam specialisti i dur, por në syrin e një njeriu intelektual domethënë merr shumë vlera. Ka shumë vlera. Ne ishim të pranishëm së bashku dhe vetëm një fragment
të asaj bazilike që gjërësia e murit ishte rreth 2 metra. Por, institucionet e përkatëse, mendoj që duhet jenë më dashamirës në zbulimin dhe në mirëmbajtjen dhe në promovimin e kësaj vlere kulturore. Unë mund t'ju them një fakt. Nga Bazilika e Gjurisë deri në Rinas është apo nuk është 10 kilometra. Shumë afër. Me kryeqytetin, është shumë afër me portin e Durrësit. Është shumë afër. Rruga që është shtrua, që infrastruktura që është shkëlqyer. Infrastruktura është shumë e mirë. Pra, nga rruga kryesore, rreth, po i themi 50 metra. Dhe nuk kërkon shumë kërkime. Por, gjithsesi, kam përshtypjen që gjithçka, domethënë, sipas kohës, do ta gjej, domethënë, do ta marrë vlerën e duhur. Thonë që disa banorë, që kanë folur sot me specialistë arkeologjistë, thanë që me sa dinin ata, mbase ka ndryshuar situata, që toka nuk është shpronësuar nga shteti, që i bëret banorit që e ka patur në Këtë nuk e kam të qartë, do të ishte nuk mirë mund që të prononcohem, por edhe toka duhet të ishte blerë nga shteti që të kujdesën më shumë. Një rrethim më i mirë. Paka shumë një rrethim diçka, edhe pse primitiv, ishte. Ishte, po të paktën Ishte një rrethim dhe nga personi ngjitur me bazilikën, domethënë tregonte një përkujdesje dhe tregonte një mlef, shprehte edhe një mlef shpirtëror, domethënë për këtë vlerë. Që është lënë jashtë kujdesit. Që është lënë jashtë kujdesit. Jo gjithçka do ta lidhim domethënë me anën ekonomike, sepse duke u kthyer në resort në resurs turistik, do ketë edhe vlera ekonomike etj. Por gjithçka domethënë duhet parë në vlerën që ajo ka në vetvete. Si bazilik. Ishmi nuk njihet vetëm për bazilikën, Ishmi ka vlera të tjera kulturore, po vlera me histori të lashtë, siç është Kalaja e Ishmit, Erodonit, e viteve, domethënë në viteve 1570, por Kalaja Erodonit, edhe siç njihet ndryshe dhe Kalaja e Skënderbeut, e viteve 1400, rreth vitit 1463. Në Skënderbeut është këtë, atyre viteve. Por është edhe kisha e Shëndoj, në kepin e Erodonit, që është nga ana e Shejtit, është e njëjta kishë me kishën e Laçit. Pra, mund të themi që 1 minutë para lindi kisha e Shëndojt në kepin e Erodonit, pastaj kisha e Shëndojt në Laç. Gojdhonat fetare gjithmonë flisin që doli Shejti nga deti, ndaloi te kisha, vuri gjurmën aty, qëndroi pak kohë, pra aty ka bërë ndalimin e parë dhe më pas u përqendrua në kishën e Shëndojt që sot është në Laç. Pra, është një vlerë, sa vlerë fetare, por aq edhe kulturore. Por ka dhe mund të vazhdojmë edhe më tej. Po thuaj se çdo fragment i territorit së zonës së Ishmit ka vlera arkeologjike. Ne mund të themi
Unë mund të përmend këtu edhe në fshatin Shkafane. Bëhet fjalë për disa varreza shekullore, me shekuj. Por, për i të vërtetës, askush s'ka marrë mundimin nga institucioni i përkatës, i monumenteve, që të merret, domethënë, me kërkimet dhe me promovimin e këtyre vlerave. Por është edhe rreth mbi 100 vite edhe në qendër të qendrës administrative ishëm edhe xhamia, që është një xhami mbi 120 vite. Por ishmi njihet edhe për kullat e vjetra, shekullore. E periudhës Skënderbeut të Gjyricës. Ka ishmi, unë nuk mund ta përcaktoj, domethënë nuk kam informacionin e duhur dhe të saktë, domethënë që të them të periudhave, por është një kull në fshatin Likmetaj, por gjithashtu është edhe një kull në fshatin Kapidanaj, kulla shekullore. Pra këto janë vlera kulturore që ka ishmi. Pra ishmi është një zonë kur është ndërthurur vlera natyrore e turizmit bregdetar, me vlerat kulturore, me vlerat historike, pra ka një natyrë të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme. Kodrat e ishmit janë kodrat buta dhe lartësia më e madhe e kodrave të ishmit është 300 metra mbi nivelin e detit. Ishmi, edhe nga pozicioni gjeografik që ka, është një balkon i vërtet. Në një ditë të zakonshme, ose mund të themi në një ditë dimri, me diell, me shikim të pastër, mund të shikosh në jug edhe malin e të Morrit, nga kodrat e ishmit. Pra nuk bëhet fjalë këtej nga veriu dhe verilindja që për Shëngjinin, Velipojën, Ulqinin, dhe që nga ngellet pa parë vetëm bari dhe brindësi. Do pa e shohim Durrësin, nga ishmi. Pra, ishmi është një zonë, domethënë, komplekse, me vlera, sa natyrore që është dhuratë e natyrës, por aq edhe vlera kulturore që është dhuratë, domethënë, e njerëzisë. Pra, edhe populli i ishmit është një popull autokton. Dhe jo rastësisht, piktori me famë botërore lindi në Ishëm. Nuk është thjesht një rastësi kjo. Pra ishmi ka vlera patriotike, ka vlera arsimdarse dhe mund ta cilësoj dhe me krenari, domethënë që edhe shkolla e parë në rrethin e Durrësit është hapur në Ishëm. Asgjë nga këto vlerat që ka ishmit, domethënë nuk janë të rastishme. Të gjitha kanë origjinë. Dikur në lartësi kishte hekurull, port, që lidhe me Austriakun, me këto tjerët, me këto vendet, pra asgjë domethënë nuk është e rastishme. Pra ishmi është kompleks vleras turistike. Sipas jush, çfarë duhet bërë më mirë për ta bërë ishmin edhe më atraktiv? Përveç rrugëve që janë shtruar. Po, unë mendoj për shembull, shoh në Zbashku ku ishim aty te Bazilika, unë nuk do të shpreh, domethënë të nxjerr pakënaqësi. Absolutisht nuk është ky qëllimi i kësaj bisede. Absolutisht. Por në atë gjendje mjerane që ishte ajo, domethënë që aty kur u futëm, domethënë na drejtëroi mishi sepse ishte kope gjarprish. Nuk shkon.
Pra, duhet vënë dorë, dhe pasi të vëhet, të vjet një dorë, të sillet në një gjendje normale, dhe pastaj është detyra e institucioneve përkatëse të promovohet. Dhe pastaj është nxitja e operatorëve turistik që t'i promovojnë këto vlerat kulturore, historike, natyrore që ka Ishmi. Pra, mos rrim vetëm në të kuadrin e plazhit në gjirin e Lalzit apo në kepin e Rodonit, por turizmi mund të vazhdoj, turizmi ditor mund të vazhdoj me plazhe, po mund të bëhet edhe një gujit në për kisha, në për xhamia, në për kala, mund të shkohet te bazilika, mund të shikohen edhe këto resurse tjera natyrore, si janë rreth 3 rezervare shumë të mëdhenj në Ishëm. Është pasuri. Këto janë pasuri, janë vlerë turistike. Pra, promovimi, unë gjykoj këtë, domethënë që promovimi duhet të ishte domethënë më i madh dhe më këmbgulës për të gjitha vlerat që ka Ishmi. Jo, sot që flitet për promovimin e turizmit të kullave nëpër zona malore, zona e Bazilikës Gjurice është më aksesueshme. Se tha 10 kilometër nga Rinasi, nga Fushkruja 3-4 kilometër është. Nuk do shkojmë në për zona se nuk do të paragjykoj asgjë. Në për zona të thella edhe për të vizituar një kull apo një bazilik apo edhe një kishë ndej te shumë larg. Shumë afër. Kjo është qendër. Aq më shumë që kjo duhet gërmuar çik më shumë, për shkak se arkeologët janë të mendimit që ka lidhje me një treg që është bërë aty. Dhe mendohet që rrezja e materialit arkeologjik është më e gjerë nga sa është realisht. Përveç që janë grabitur. Tani nuk dihet, si unë nuk ne ishim në prezent aty kur u përfol, domethënë sepse një pjesë e këtyre vlerave arkeologjike, domethënë u tha që janë edhe trafikuar në Greqi, por me det tani, se me bashkë kushin po, me det apo me tokë, çrëndsi ka, domethënë sa është apo nuk është e vërtetë, kjo ka ndodhur një trafik, një thonje, por ai është shumë e lehtë, domethënë për të mbajtur në mbikëqyrje dhe është shumë e lehtë për të promovuar. Por është edhe aq shumë e lehtë edhe për operatorët turistik, për gujita turistike, për të vizituar. Është shumë e kollajt. Në gjuhë popullore është shumë e kollajt. Sikur të ishte Mirmajtë dhe ishte një objekti për afërt me rotondën e Durrësit. Po thuaj sa të rrezë kishte. Një grup turistësh mund të qarkullojnë në gjirin e Lalzit, pastaj në kepin e Rodonin, mund të rikthehen në qendër të Ishmit, një vizit kalas dhe varrit memorial të piktorit Ibrahim Kodra, pastaj mund të ecën më te Bazilika, nga Bazilika pastaj mund të marrin atë drejtimin e duhur, o mund të shkojnë te kalaja e Skënderbeut në Krujë, ose në Rinas, ose në Tiranë, ose në Durrës. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Tu janë gjetur vlera, për shembull specialistët thonë se Bazilika dallohet për praninë elementeve arkitektonik, thotë kapitele, imposte, kolona, pllaka, ikonostasi. Po i pjesë janë marrë shumë muzeume. Ishte diçka, domethënë, shumë e veçantë. Në bashkë kishin, po ishte diçka shumë e veçantë. Ato pllakat kishin kryqe, kishin hyje, kishin me fjalizon, po që e lënë atë mënyrë, ajo është jashtë. Nuk flas dot në gjuhën e arkeologut, por them që po të gërmohet pak, 8 kilometër po të gërmohet pak mund të nxirret shumë. 8 kilometër larg portit Shtufadas. Kam përshtypjen që po të gërmohet pak mund të nxirret shumë aty. E vërtetë është. Mund të nxirret shumë. Se mundet ishin goxha. Ishmi ju s'keni nejtur atje rreth 12 vite. Çfarë përbën Ishmi për ju, jashtë kësaj arkeologjisë, puna me njerëz, sa banor ka Ishmi? Ishmi tani ka ndryshuar, domethënë, Ishmi është kthyer në një zonë, domethënë, turistike bregdetare, domethënë, me një turizëm të jashtëzakonshëm.
numri banorëve tani, domethënë dikur ishim me 8.000 me 8.000 me 10.000 banor para 20 vite, sot është kam përshtypjen që sot është si numri. Jo, numri i banorëve, domethënë në regjistër duhet të jetë më shumë, domethënë pavarësisht se janë të larguar, domethënë në emigrim. Por ishme është një zonë, domethënë e frekuentuar për çdo ditë të javës. Apo që ne mund ta themi domethënë me bindje të plot për çdo fundjavë edhe në periudhat e dimrit apo të vjeshtës apo dhe të pranverës. Sepse zhvillimi i zonës në gjirin e Lalzit ka bërë atë domethënë që ishmi tjetër domethënë tani në një intensitet të lartë popullimi, aktivitetesh, turizmi, pra është larmi. Një pasuri ishme ka një dhe pyjet. A janë rigjeneruar për shkak se një periudhë kohë ato do dëmtuar? Mund të them një diçka, domethënë që se kisha thënë ndonjëherë. Ishmi përbot rreth 100 km/h. Dhe 50% e sipërfaqes së ishmit është mbuluar me pyje. 50% i mbuluar me pyje. Pyjet janë rritur, gjelbrimi domethënë është i kudëndodhur. Gjelbrimi. Pra atraksioni i relaksit, domethënë është i padiskutueshëm. Të pyjet duhet shtuar kujdesi për të minimajt pak më tepër, pasi ka gjasa si mas zjarë fiksëve, zjarët që kanë ndërë deri vjet, shumë prej tyre kanë qenë vende qëllimisht. Për ta vende dhe ndërtime me mbase, në territori që nuk u takojnë. Nuk duhet të paragjykoj asgjë, por për kujdesja tash duhet të jetë maksimale. Se një zonë e tillë që ka detin dhe ka një brezërore 100-150 metra të veçantë. Edhe pse nuk e promovojnë shumë gjirin e Lalzit, po ka një plazh të mrekullueshëm dhe ka një det jashtëzakonisht të mirë. Që thellësia fillon nga një plumb, nga 20 cm vazhdon nga pak, pra ka dhe një plazh edhe për fëmijët. Dhe nga plazhi bën lidhjen direkt me kodrat. Kodrat përmbajnë resurset kulturore, ka dhe resurset ekonomike, përsëri natyrore, si që janë to rezervarët, këto resurset pastaj kishat e xhamiat, e kështjellat, e bazilikat, si që përmendën që mos ta nisim prap nga para. Pra ishmi me të vërtet është në kuptimin e mërfill dhe fjalës një kompleks vlerash turistike. Me ato që i ka dhuru natyra, me ato që i ka dhuru dhe dora e njeriut që në lashtësi. Mos e flet me pasion pak se je nga ishpi? Jo, nuk është pasion. Normal, domethënë, është edhe pasion, është edhe dashamirësi brenda, nuk diskutohet kjo, por jo, edhe kjo është, por në fundit nuk po them në diçka tepër. Edhe nuk po them, ose nuk po shtoj në diçka domethënë që nuk është. Këto që ne i folëm së bashku, to ekzistojnë të gjitha. Mos më thonë, mund të kemi lënë, mund të kemi harruar dhe në diçka. Lidhje edhe me vlerat patriotike, por edhe në lidhje edhe me vlerat arsimdashëse. Është një zonë komplekse. Kompleks vlerash. Kompleks vlerash. Ishme shumë i mbushur. Sipas jush, për çfarë ka nevojë kjo zonë që të jetë më konkurruese se sa sot?
edhe me rajonet tjera të vendit. Kjo zonë ka nevojë, domethënë, për promovim, ka nevojë shumë. Promovim. Siç shumë mirë. Okej, jam ndjemi kënaqur kur promovojnë domethënë plazhet e reja, gjire nëpër juge, nëpër Lezhë, nëpër Verije, jashtëzakonisht mirë. Po, promovoj edhe këtë që i ke më fal. Jo një hap larg nga Tirana, një pllëm larg nga Tirana. Promovoj edhe këtë. Promovim. Operatorët turistik, guida turistike e zgjidhin vetë edhe mirëqenia e zonës e popullatës rritet më shumë, edhe kërkesa pastaj duke pasur guidë turistike të vazhdueshme, rritet edhe kërkesa për infrastruktura akoma dhe më të mirë, se njeriu nuk do të ndalojë se kurkuri, nuk do të thotë ja tani jemi mirë. Kurr. Do të jemi edhe më mirë. Është një zinxhir hallkash, do të thonë që shkojnë në vazhdimsi edhe prodhojnë vetëm vlera. A mos e frenojnë deri diku promovimin që kërkoni ju, gjendje që është në Grykderdhja e Ishmit? Unë më mend që në vitin 2007 ke pas ndërhyrë për ta pastruar, pa e ngjarje përsëritet vit për vit. Lumi i Ishmit në Grykderdhje nuk do ta paraqgjykoj këtë situatë, sepse Grykderdhja e Ishmit, domethënë, për këtë vërtetës është një ndotja që vjen nga Tirana, do ta pranojmë, është një gangren, domethënë, por Ishmi ka një vijë bregdetare rreth 30 kilometra. Vijë lineare. Dhe Grykderdhja e Lumit Ishmit i bie në pjesën lindore ose veri lindore. Dhe e cënon atë plazhin e quajtur plazhi i Likmetaj, kuptohet që atë pjesë të plazhit, domethënë, dikur ka qenë mjaft e bukur. E nxjerrë jashtë funksionit si plazh, por nuk cënon pjesën tjetër, domethënë, mund cënoj rreth 3-4 kilometra, por 25 kilometra vijë bregdetare dhe gjithë to resurse kulturore, natyrore që ka Ishmi, nuk i cënon prapë ajo Grykderdhja e Lumit Ishmit. Ajo cënon një pjesë, dhe pra atë pjesë, nuk e di, ajo pjesë gjithmonë ngeli në historikun e premtimeve që një ditë do të bëhet. Në historikun e premtimeve. Më mend që ku keni qenë që vitin 2007 kujtohet që pa të marrë aksione, dhe akoma vazhdo të jetë plak. Nuk e mund dot me pastrimet. Po do ndërhyjë gjener, duke është duhet impianti. Po do në rrjetë, impianti po dhe rrjetë. Po impianti pastrimit dhe rrjetet janë të shiktoja. Investim goxha. Po mase duhet të kërkes më shumë nga... Nuk e di. Të pjesë mund... është e gjendja është alarmante, vit pas vitit gjithë ajo pjesë e bukur dhe të ndotë. Për qenë është pjesë shumë e bukur. Po jo vetëm ndotët, po mbaj mend që mjekët të tjetë ankoshin para shumë vitësh intervista që kemi bë për disa smundje që mendoni që vinë nga ndotjet që kishte Ishmi, për një nga ndotjet që kishte Lumi poshtë. Mbaj mend që u mytën disa fëmijë ke shishet, është një sa gjëra dramatike atje, jo thjesht tamam tragjike. Mbete spitalore që kemi qenë bashkë para shumë vitësh, kur i keni grumbulluar shumë tragjike, dytja atyre fëmijëve të më thonë nga medurinat. Cili është nivelli arsimor? Ka kuadro të njohur Ishmi që edhe mund të ndikojnë, duke qenë se kanë origjinën nga aty, për këtë vend, për vendlinjen e tyre? Ishmi fillimisht duke qenë se zona, dikur njëjë se zona më thellë e Durrësit. Po ka patur të arsimuar shumë. Infrastruktura bënde punë e vetë, por Ishmi ka shumë të, pra, nivelli të arsimore në Ishëm, dhe më thonë, është i mirë. Dhe ka njerëz të mirë arsimuar, ka njerëz që janë në profesionet të ndryshme,
në profesione të ndryshme, jurist, ekonomist, inxhinier, arkitekt, nga më të ndryshëm. Shkolla turizmi, hotelerie, që kanë mbaruar, ishmi ka, domethënë, por ka nevojë gjenerore nga shoqatët pak më si shumë. gjithë Shqipëria dhe ishmi, domethënë, është prekur nga kjo E vuan. gangrena e migracionit, e largimit të njerëzve. Është një vërtet, kjo dhe është e pamohueshme. Përgjithsisht largu Brezili, po ka dhe shumë të arsimuar që vazhdojnë të jenë nishëm, të jenë Durrës, të jenë Tiranë. Vazhdojnë. Janë pedagog, janë Ke pedagog, postë drejtuese, ke postë kështu drejtuese, ishmi ka, jo, ishmi është vlerë. Dikur ishmi edhe për Durrësin, ishte një vlerë intelektuale, edhe drejtuese. Shumë drejtues në Durrës, në për institucionet të ndryshme, ishin nga ishmi. origjinën e kishin nga ishmi. Po shumë drejtues në për institucionet të ndryshëm në Tiranë, origjinën e kishin nga ishmi. Vendlindje kishin ishmi. Pra, është një bazë vlerës. Si e shikon perspektivën e zonës? Unë do të jem koshqen, më thënë, unë e shikoj me pozitivitet edhe perspektivën e zonës. Është koha vetë, Që do të zgjidh për do ta detyroj njeriu që ta rregulloj X problem, X defekt që mund të ndodhet. O koha vetë, koha, nuk të lënë dhe koha nga njerë. Zotë Gzim, ishte kënaqësi që ju patëm në studio sonde. Faleminderit. Shpresoj të takohemi edhe herë të tjera për probleme të tjera, për shkak se duke qenë që keni jetuar e drejtuar kaq kohë në atë zonë, ju keni edhe mendime, ide që edhe mund të na shërbejnë për problemet dhe tematiket e ndryshme që mund të ngrihen në televizion. Ti je një mik i hershëm i televizionit ton dhe shpresojmë ta ruajmë këtë traditë. Ishte një kënaqësi e veçantë dhe që unë u shpreha, domethënë, dhe unë ndjeva jashtëzakonisht mirë, megjithënë që gjua më fliste, por më shumë kam folur edhe nga shpirti brenda, domethënë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. 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 Të nderuar teleshikues, sonde të ftuar në studio në programin ton Ditari i Durrësit, patëm zotin Gzim Ylli, ish drejtues rajonal të zonën e Ishmit për rreth 12 vite. Mirupafshin në emisionet e ardhshme. Faleminderit.